jo çdo faqe ose çdo person i cili merr një mikrofon ose një kamerë ose vetëm e publikon një video është gazetare ose është një media serioze e cila duhet me u merr parasysh edhe e përfaqëson gazetarinë në Kosovë. Kjo është e keqja ndoshta se për shembull unë kam shumë vështirë si gazetare me dalë dhe me marr voksa në qytet. Pavarësisht që ne e dim që voksat janë zëri qytetarëve, është shumë e rëndësishme. Janë shumë të domosdoshëm për kronika që përgatisin. Janë shumë e rëndësishme me marrë mendimin e qytetarëve për vendime të cilat merren prej institucioneve të cilat ndikojnë drejt për drejt në jetën e tyre. Por në fakt nuk ju vë faj qytetarëve pse nuk flasin. Normalisht që neve si gazetar nuk na konvenon nëse ata nuk flasin, sepse është e domosdoshme ta dim mendimin e qytetarëve për vendime të caktuara ose për ngjarje të caktuara. Por e kuptoj që persona të tillë të cilat mendohet që janë gazetarë ose e veçuajnë vetën gazetar ose media, e keq përdorin dhe dalin bëjnë pyetje cilat nuk janë fare relevante ose mundohen t'i zënë në situata të caktuara, po, jo për interes publik, po për klikime dhe përfitime të tyre financiare.